Qa ka doktori me doktorin tjetër, me Mehmetin, Ali Mehmetin? Unë nuk besoj që ka ndonjë gjë, mendoj që e s'ka mundësi, a jetë dinte që a ishtë makinë votash. E shtrydhi, i mori 18.000 vota, i mori maksimumin e vetë, me gjasë do të përdorë sërish, nuk hynë të njërit besnik. A i të Zoja Tabaku nuk hynë të njërit besnik Berishës. Ata shumë qytetarë, le të themi. Nuk hynë të lista e njerëzve që thonë po dhe që nuk përbëj risë për Berishë. Po se nuk kuptëmë, sepse shikot, gjdo një që do, hajde se a je din të ndosha që nuk do fitonte. Më të blofin që do fitojmë. Po të pak, të ndo, që në listën e vetë, është më si një rizorë, do të kjetë aktorët më të mirë, aktorët më të mirë politikë, kur jepet mundësia, kur i ke. Do besnikët më të mëdhenj, nuk do performuesit më të mirë. A i dha 3 deputet Ilir Metës me 8.000 vota, ndërkohë që Ilir Meti me 18.000 vota është jashtë parlamentit. E me gjasë do të shtrydhë prapë ta fut në garë për Tiranën, në një garë që është me premisë. Ajo është strategji politike, tani si ishte strategji jo politike, koalicioni qak për qak që nuk u bë në 2021 midis Partisë Demokratike dhe Partisë Lësisë asaj kohë, bashkë me zonjë Kryemadhi. A ka qenë gabim më i madh se humbën Gjirokastër, humbën Durrës, 6 deputet, si humbën për shkak kësaj. Edhe Shehaj me Lapaj, po ta kishin mbytur egon personale, të kishin bërë aleancë, po sot njëri tjetrin do ta kishin pasur një peshë më të madhe parlamentare. Nuk do mundin e Tiranës ndoshta, po s'do të Tiranën ke doktori që mori 80.000 vota, një figurë e jashtëzakonshme. Po Jorida Tabaku, që mori më shumë, ku ka forcët dhe? Berisha kërkon ta djeg Ali Mehmetin dhe tha nëse do Ali Mehmeti të kandidoj për kryetar Bashkia e Tiranës. Kjo kuptohet qartë që kërkon ta djeg. Në situatën aktuale që është Partia Demokratike, nuk e fiton dot Bashkinë e Tiranës. Siç e kupton, përpara emrave të tjerë, pa dashur të bëhem kështu nënvizuesi emrave të tjerë që janë origjinë jo shqiptare, emri Jorida është në veshët e njerëzve sjell hare, ka diçka dhe ka një besueshmëri në momentin që ti si vibrim energjie shkon për të votuar. Pastaj mbi emri Tabaku e dim shumë mirë, domethënë kush është familja Tabaku për Tiranën e të gjitha. Kështu që është logjike që zonja Jorida Tabaku të qohë. Edhe nga demokratët le themi që ka qenë ajo pavarësisht faktit se kaloi me Bashën, ajo i qëndroi konsekuente, le themi një koncept i partjak. Ajo është një figurë moderuar, por ajo demonstroi pa aftësi për të marrë vendime në kohën e dur. Dhe Sali Berisha nuk ja fal këtë. Sali Berisha nuk ja fal faktin, Zoja Tabaku shkoi në fund fare në parti, nuk shkoi që të gjithë tjerët. Dhe unë jam me Joridën, sepse emri i saj në vesh më tingëlloni dashur. Edhe unë me Joridën. Jorida është zonjë konshme, prindi mirë, ka patur goxha këtë vite me atë komisionin për inceneratorë që bëri atje, por kjo simpatik ka që madhe në Tiranë duhet në përmasa kam përshtypje. Para njërë është një zonjë që ka punuar shumë. E dyta është edhe një zonjë e suportuar, se ata që suportojnë nuk suportojnë idiotët. Unë jam me Joridën, s'ka në problem. Atere, Zhej, ti je me Joridën. Gjithë me Joridën. Të gjithë me Joridën jemi. Po jemi më. Atere jemi në rregull. Temi projektua një kandidat i ardhshëm. Të duam shumë. Drejtuesi Partisë Demokratike. Dhe drejtoje se po nuk e lë njeri, mor seriozisht e keti, po e lë njeri atë. Nëse do kisha të drejtë votën në Partitë Demokratike do jepja Plamornovës. Oke. Bëhemi dy ozhej se mos ndjesh vetëm. Unë do t'ja jepja për energjizimin që i jep dhe elektrizimin që i jep le të themi konceptit të forcës. Oke. Po përgat me gaz bardhën së shasnjëri? Unë jam me Joridën. Është Cineja. Oke. Cineja me gaz.